Specialistët e sektorit të qarkullimit rrugor referuan materialet në prokurori, ku filloi procedimi penal për shtetasin AM, 55 vjeç, banues në fshatin Cangojnë Devoll, pasi ky shtetas në tokat bujqësore të këtij fshati, duke drejtuar një mjet bujqësor traktor pa targa, dyshohet se ka humbur kontrollin mbi drejtimin e tij dhe ka rënë në një kanal. Për pasojë ka marrë dëmtime vetë drejtuesi, i cili ndodhet për mjekim në spital jashtë rrezikut për jetën. Nga verifikimi i kryer rezultoi se 55 vjeçari i drejtonte mjetin pa leje drejtimi. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Korçë referuan materialet në prokurori dhe shpallën në kërkim shtetasin RH, 21 vjeç, banues në fshatin Shalë, Sarandë, pasi dyshohet se ka përndjekur nëpërmjet rrjeteve sociale një 21 vjeçare, po punohet për kapjen e tij. Referuan materialet në prokurori, ku filloi procedimi penal për shtetasin ID, 58 vjeç, banues në Korçë, rezident në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pasi në lagje numër 7, Korçë, dyshohet se me vetgjyqësi i ka ndruar bravën e derës kunatës së tij dhe i ka nxjerrë disa orë jashtë nga banesa, për pronësinë e së cilës kanë të dyja palët pretendime.